Prej 4 ditësh, familjarët e Lek Ndreshajt, 78 vjeç, me banim në Torovic të Lezhës, kanë humbur çdo kontakt me të. I mushuari u pa për herë të fundit me 9 qershor, rreth orës 13:07, teksa ndodhej në një ceremoni mortore në Malsinë e Madhe, që nga ai moment ai nuk është parë më nga askush. Djali i tij, Gëzim Leka, apelon për ndihmën e qytetarëve që mund të kenë informacion mbi vendodhjen e të atit. Ai thekson se familja nuk ka pasur asnjë konflikt me askënd dhe nuk kupton se pse i ati është larguar në mënyrë të pazakon nga ceremonia. I baj kërkesë gjithë shqiptarëve të ndihmojnë këtë drejtim se kam 4 ditë për ditë 5 që më ka humbur baba nga një varrim në Malsinë e Madhe në Bzhet. Kena kërkuar, na ka dhënë një mbështetje të mjaftueshme për Malsinë e Madhe, por deri tani nuk kena asnjë dhanë. Ju kërkoj ndihmë çdo njërit ku do të shohin personin fjalë, është e morë 78 vjeç, na njoftoni, na bëni thirrjet të marrim vesh se ku është ai njeri. Jena shumë shqetësuar për faktin, është një kohë e gjatë, nuk kena asnjë problem me askën, zotnia është 78 vjeç, deri në atë moment është në formë të rregullt, as nuk pije alkolike, nuk ka lëviz shumë, është i patakatshëm, ka shku te miku i vet te daja një që vdes daja, ka shku në varrim, nga varrimi është largu, flitet që është pa duke u qit dorë makinave për me ardhur në drejtim shtëpisë në ranë qytet nga Malsia e Madhe, edhe nga ai moment nuk është pa më. Policia e Malsisë së Madhe, në bashkëpunim me bashkinë dhe banorët e zonës, ka ndërmarrë kërkime intensive në territorin malor të Shkrelit, por deri më tani pa rezultat. Familja u bën thirrje të gjithë qytetarëve që mund të kenë parë apo të kenë ndonjë informacion mbi Lek Ndreshajn, të kontaktojnë menjëherë familjen ose të njoftojnë autoritetet përkatëse.